Vazhdojmë me pejgamberin më të madh që Allahu Azza wa Jall e ka quajtur Khalil, pra mik I Allahut Azza wa Jall, pejgamberin Ibrahim alayhi salatu wassalam. Në dersën e kaluar treguam për sakrificën e madhe ku Allahu Azza wa Jall tha wa Ibrahim alladhi waffa. Ibrahim alayhi salatu wassalam është ai I cili ju nënshtrua urdhëve të Allahut edhe në situata më të vështira, ku e urdhëroi dhe djalin e vet që ta therr dhe e zbatoi këtë urdhër ku Allahu Azza wa Jall pa sakrificën, bindjen, besimin, imanin, mbështetjen në Allahun Azza wa Jall dhe në nështrimin ndaj urdhëve të Allahut subhanahu wa taala. Tash do të vjen një moment pas disa udhëtimeve. Që treguam se Ibrahim alayhis salam udhtoi në shumë vende për të kryer urdhrat e Allahut. Dhe ndër udhëtimet që I bëri në Sham, I bëri udhëtimet në Irak, I bëni udhëtimet në Mekë dhe në Mekë ishte 4 herë që kishte shku, kishte ardhur. Herën e parë kur e la bashortën e tij Haxherin me Ismailin, ku tham në vendin e Qabës, ku ishte një shkëm pak I ngritur dhe anësh ishin disa viza që kalonin, domethënë vërshimet kur pasi që ishte rënë Qabja. Vjen për së dyti herë ku treguam se thot forcoje, ndroje pragën e derës. Domethënë ishte metaforë që lëshoje këtë gruan, se kjo gruaja nuk është grua e cila është grua e mirë apo grua e cila është e hajrit. Dhe vjen vizitën e dytë, vizita e dytë është kur I thot shtrëngoje pragun e derës. Shtrëngoje domethënë mbaje këtë grua, se kjo gruaja është domaqin, kjo gruaja është e mirë, kjo gruaja është domethënë e dobishme e hajrit, sepse ajo bëri lutje te Allahu, e falenderoi Allahun për mirësitë, për dhuntit dhe tha Allahu na ka dhënë shumë të mira, I tha kur të vere Ismaili alayhis salam, tha thuaj që në ta shtrëngon pragun e derës. Kjo ishte hera e tretë. Hera e katërt kur Allahu Azza wa Jall e urdhëroi që ta therr, e bëri të thot atë sakrificë, Allahu Azza wa Jall zavensim ja solli një dash prej xhenetit që tham transmetime që është ruajtur ai dashi 40 vjet në xhenet dhe është sjell dhe ka mbet pastaj sunet I umetit Ibrahimit alayhis salam dhe deri tek ne sot që të therrët thot kurban në ditën e Bajramit, edhe në atë vend ku e ka therr Ibrahimi alayhis salatu wasalam në Mina. Që haxhelert kur shkojnë 7 milion, 8 milion kurbana prehen brenda 4 ditëve, që janë ejamut teshrik, ditët që therrët kurban dhe hahet nga mishi I kurbanit. Dhe 5 herë Allahu Azza wa Jall po I shpall Ibrahimit alayhis salatu wassalam, ktheu thot përsëri në Mekë me një urdhër tjetër. Dhe pas një kohë gjatë e takon Ismail alayhis salam dhe pas një sakrificë dhe një kohë gjatë I thot se Allahu më ka urdhëruar me një urdhër. Ismail alayhis salam thot unë jam I nënshtrum. Para sajna Allah e urdhëroi me që ta therr, tha I fal ma tu mar se të gjithë insha Allah min as-sabirin. Tha o baba jem zbatoja çka ka thon Allahu, se unë jam durimtar me lejen e Allahut, çka të ka urdhëruar Allahu, unë jam I nënshtruar. I tha Allahu Azza wa Jall më ka urdhëruar me një urdhër tjetër. Çka është urdhri? Than vendin ku të kam lënë fillim është vendi bereqetshëm, vendi ku ka dalë Zemzemi, ai vend është vendi më I dashur te Allahu në sipërfaqen e tokës dhe Zoti më ka urdhëruar që të vi dhe ta rindërtoj, t'i kthej themelët dhe ndërtimin e kësaj vendit I cili është do të ndërtohet qabja e Allahut Azza wa Jall. Dietarët para se të him në detale se çish e ndërtoi Ibrahimi alayhis salatu wassalam Qabën, dietarët thonë se qabja 3 mendime ka. Mendimi I parë se qabja është ndërtuar nga Allahu Azza wa Jall. Mendimi I parë, argument për këtë, awwala bejtin wudja linnas. Është shtëpia e parë që është vendos në rrezullin toksor. Që është vendos. Faktikisht kur ndërtohet diçka ose shembull kjo astalli rregullohet edhe vendoset me një vend. Kjo kanë thonë është mendimi I parë. Mendimi I dytë kanë thonë se ato që e kanë ndërtuar Qabën janë melek të Allahut. E treti mendim është që e kanë ndërtuar Ademi alayhi salatu wassalam. Pse? Pasi që zbritin tokë dhe kishte bën një gabim atje
në xhenet ku Allahu azza wa jalla kishte thonë mos hanga kjo pemë, ai e kishte ngrënë atë pemë dhe si rezultat i këtij mëkatit u zbrit sipërfaqen e tokës dhe që të bën lutje dhe dua. Dhe kur Allahu azza wa jalla e udhëzoi që ta ndërton shtëpinë e parë në rruzullin toksor Qabën dhe të bën dua dhe të bën tavaf dhe të kërkon falje dhe kjo do të jetë mënyra për t'ia falë Allahu azza wa jall gjunahet dhe mëkatet Ademit alayhi salatu wassalam me Havën alayha salatu wassalam. E Ademi alayhi salam duke bë tavaf i tha Allahu azza wa jall jam përmallu tha për në xhenet. Ma përkujton diçka çka do të ma përkujton xhenetin që unë të përmallohem dhe të bëj lutje dhe istighfar dhe adhurim dhe ibadet që të kthehem në xhenetin që e ke përgatitur për besimtarët. Allahu azza wa jall thot duke e ndërtu dhe i tregon me tulla dhe me gur që me ndërtu Qabën, thot zbret Xhibrili alayhis salam, zbret me një gur nga xheneti që është Hajarul Aswad, që thonë guri i zi dhe i ka mbet emri guri i zi. Pse ka mbet emri guri i zi? Pi gjunaheve, pi mëkateve të njerëzive që kanë shku në Qabë, çdo njoni që e ka puth apo e ka prekat gur, thot ka mbetën ka një traç nga mëkate derisa është bo i zi, sot korp sikur që e shohim sot kush ka qenë me vizitu dhe që e shohim nëpër kamerat televizive. E thot kur ka ardhën Xhibril alayhis salam me këtë gurin, thot nazala baydau mithlu al-laban, ka zbrit i bardh, thot sikur qumshti i bardh. Sawadathu khataya ibn Adam, e ka nënzi gjunahet, mëkatet e birve të Ademit alayhi salatu wassalam. Pastaj çka ndodh? Ndodh që me kalimin e kohës Qabja disa herë rënohet nga vërshimat e mdhoja. Dhe tregum dhe e dim që në Mekë janë kodrat e mdhoja. Dhe mes kodrave është pak si në grop është Qabja. Dhe kur kanë ardhën vërshimat e mdhoja, shpesher është dëmtu Qabja dhe është rënu pjesë. Dhe kur është rënu në tërsi dhe ka mbetën që thamë ma herët kër e la Ibrahimi a.s. Ismail a.s. me një shkam në 4 orë i cili ishte pak mbi tokë, thot në kohën e vërshimës, kur Allahu azza wa jall urdhëroi vërshimën ujë që ta vërshon atë vend dhe ta kaplon sipërfaqen e tokës, kur në kohën e Nuhut alayhis salam. Vërshimat që ndodhi, katastrofa kur krejt toka u mbush në ujë dhe u shkatru çdo send që kishte sipërfaqen e tokës, nuk mbet njeri, nuk mbet krijes, nuk mbet gjallës, nuk mbet gjon sipërfaqen e tokës, shpëtuan vetëm ato që ishin në anijën e Nuhut, as një send nuk mbetin në sipërfaqen e tokës, derisa u shkatru edhe çka? U shkatru domethënën dhe u rënu edhe Qabja, mbetin vetëm se traxhet e saj. E pas krejt kësaj kohe, Allahu azza wa jall përsëri e dërgon këtë pejgamber të Allahut, Ibrahimin alayhis salam, i cili ta rindërton Qabën, ta kthen Qabën në formën që Allahu azza wa jall ka dashur të ndërtohet ajo shtëpia e Allahut azza wa jall. E kur e dërgon me Ismail alayhis salam, thot që Allahu më ka urdhëruar mua me ndërtu Qabën, e thot nuk e ka ditën se sa ka qenën, domethënë skica, sipërfaqja sa metrën katror, thot Allahu azza wa jall e ka dërguar një rej. E ka dërguar një mjegull, edhe gjërësia asoj mjegëll sa ka qenë, ka fillu ta gropon, deri sa i ka gjetë themelet. E këtu është muhabeti se i pas ka gjetë themelet e Qabës. Më thonë, nuk është i pari i cili e ka ndërtu Qabën Ibrahimi a.s. Thot, kur filloj thot ta bën gropën dhe ta gropon vendin, për t'ja bod thot atë sipërfaqen e skicës, thot i kanë dalë thot themelet, e Allah zë që thot, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaid, dhe kur e ngriti Ibrahimi ndërtesën e Qabës. Do më thonë, kur e ngriti vetëm sa e ka qenën, do më thonë, themeli ati. Edhe, normal, ne treguam se Ibrahimit a.s. kur i lindi Ismaili i kishte 86 vjetë. Edhe pas një kohë gjathut, edhe 13 vjetë tjera kanë kalu, e do më thonë Ibrahimi a.s. thuhet se gati se ka 100 vjetë, i ka pas 100 vjetë. E kur ka ardhi, ka thonë Ismail a.s. ti të shkosh dhe të mirësh mu gur,
se Mekka o këtë shkambi, këtë gur. Edhe sot subhanallah, kur dojnë me ndërtu në Qabe, kini pa rreth Qabës kretë hotelet çka janë, pa tjetër është me thik gur dhe me thije një kodër, e thejnë kodrën në gjys, dhe përmi kodër e ndërtojnë, dhe thotë çka thotë hotelin. Në më thonë, është këtë gur. Edhe ka thonë, shkojsh të mi marrësh do gur, edhe tulla, edhe e ka ndërtua Ibrahimi a.s. ja ka afru Ismaili, dhe Ibrahimi a.s. e ka ndërtu Qabën. Ndërkohë, duke ndërtu Qabën, vjen Gjibrili a.s. dhe i thotë, se mungon një gur i cili është piknisja e adhurimit dhe tavafit me e bëhe. Ka thonë është Haxhrul Aswadi, guri i Qabës. E ku ka mbet ki gur, thot është fshehur gjatë vërshimës një kodër e cila quhet Ebu Kubejs. Ebu Kubejs, që kjo kodër e madhe gjigante, është marrë nga Qabs, kur diçka vendohet dhe shkëlqen. Është marrë me një vend që ai vend ka shkëlqy. Do të thonë guri që është zbrit për xhenetit kur është boje vërshima, është depu apo është mbulu në atë kodrën derisa ka ardhur koha me ndërtu Ibrahim a.s. e i tregon e inspiron Ibrahimin a.s. me marr gurin e zi apo që i thënë guri i xhenetit që me vendu në vendin e Qabës. Masi e vendon dhe e rregullon Ibrahimi a.s. thotë ndërtimi që e kishte bërë Ibrahimi a.s. ishte qabja për toke, jo shta që shekat formën e vetë, ishte qabja për toke, e rrafsh me tokën, thotë e kishte bërë dy dyrë, sikur që është dera sot e Qabës, hyrje, dhe një derë tjetër e cila është dalje, nënën tjetër, dhe do të thotë ishte më e gjanë se sa sot që është më e ngushtë qabja. Në këtë formë e ndërtoj. Dhe thot mbi çatin e saj nuk kishte çati, do të thonë ishte e hapur, i kishte dy dyrë dhe ishte do të thonë formë të kosës, por ishte pak më e gjanë. Pastaj pasi që e bëri këta, luti dua dhe i bëni Allahu azza wa jall dua, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. O Zot, pranoje këtë vepër se ti je ndëgjues dhe i ditur. Pse Ibrahimi a.s. pasi që Allah e urdhëron me ndresh Qabën edhe ban dua, Allah pranoje. Pa i për Allah në zëvëgjel e ndresh, nuk e ndresh për veti. E lutë Allah, o Allah prano ma këtë vepër. Çka nën kuptoj nga kjo? Çdo vepër të mirë që ta mundson Allah me bë, qoftë haç, qoftë umre, qoftë Ramazan, qoftë sadaka, qoftë ibadet, duhesh me falendru Allahun që Allah ta ka mundsu me bë, se ka shumë njerëz tjerë që nuk ka mundsu Allah me bë. Për ata sahabët, thot, para se me ardhë Ramazani, thot, bëjshin dua 6 muaj, o Allah, në ep shëndet, në ep imër, në ep fuqi, në ep besim, që ne ta mrim muajin e Ramazanit. E kur agjërëshin muajin e Ramazanit, bënin dua, thot, 6 muaj tjera që Allahu t'ja bën kabull. Allahu t'ja pranon. E Ibrahim nësa, më si e ndreqi Qabën, i ngriti dur dhe tha, o Allah, pranoje këtë, se ti je dëgjues dhe i ditur. E më si e sosi ketë, atëherë ju drejtua Allah azza wa jalla i tha, o Ibrahim, tash e ki ndërtu Qabën, tash është pregadit tereni, thiri njerëzit më ardhen në haç. Tha, o Allah, ti e di kodrat e mëdhoja, kjo është shumë poshtë, çish ka me pas mundësi dhe zonë jem depërtoje, lartë për me ndëgju njerëzit. Allah azza wa jalla ja bëri në formë mrekullijës një gur i cili sot quhet Mekamu Ibrahim. Mekamu Ibrahim është vendi ku Ibrahim e i vendoi komt dhe u bën formë mrekullisë dhe u ngrit prej tokës sikur lifti, ngritet deri mbi Qabën lart, deri në kodrat. E ka ngrit dhe ka thirrën njerëzit për me i thirrë në haç. Allahu subhanahu wa taala ka thënë ti thirrë o Ibrahim, ne kena mja përçu njerëzive në çdo vend. Wa adhin fi an-nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli damirin jetina min kulli fejgjin amik. O Ibrahim, ti thiri njerëzit, ne kina me ta përçue zonin e njerëzive, njerëzit edhe në kam, edhe hi, për çdo vend, për çdo cepit, për çdo qoshit botës kanë me ardhë. A i kini pa, a i që o konë haqë, ose a i që e përcjell haxhin, i kitë Afrikës,
e ki të Azijes, e ki të Evropës, e ki kret bota pi Vietnamit, pi vendeve të ndryshme, ndoshta do ujdhesa, ose do vende, do që si ki ndëgju kur, thot jam pi filan vendit, kur gjinët ki vendit, ta kalzon ti kur se ki një atë vend. Pi çdo qoshit vendit cepit, vin haq me athirin që e ka thirr Ibrahimi a.s. Dhe Allahu azza wa jalla u ka përçun zemrat e njerëzve, e ka bëni dua Allah, ka thonë bane që kush të ndëgjoje për Ka'bën, kush të ndëgjoje për haxhin, ti hien zemër mallëngjimi dhe dashuria për ta, dhe nuk ka njeri që o besimtar që ndëgjon për Ka'bën që nuk i mërzitet zemra, ose nuk është i përmellan gjumë që me shkua du më thonë qka me pa Ka'bën dhe me bo du më thonë atë tavafi. E i thirr njerëzit dhe prej ati momentit thot Gjibril a.s. vjen tek Ibrahimi a.s. dhe i thot, o Ibrahim, kjo Ka'bja këtu do të bëhet tavaf 7 herë, do të fillohet prej te guri i zi. Dhe pastaj Ibrahimi a.s. thot mes Ka'bës, derës Ka'bës, edhe mekamu Ibrahim, kam që i ka pas ai guri tash është me një formë të hekurit kështu me xham, do të thonë në ngjyrë të arit. Akonën i thojnë ati vendit ati që është që pranohet lutja mas shumëti në qatë vend. Dhe në qatë vend e ka bohe Ibrahimi a.s. duajen. Dhe thot se nëse ban dua, ka posh për derën e Ka'bës, deri te mekamu Ibrahim është vendi që pranohen lutjet. E thot çati Ibrahimi a.s. thot ka bo dua dhe ka bo lutje. Pastaj ka kallzu për Arafatin. Dhe dietarët thonë pse ka mbet emri Arafat, edhe pse ka mbet emri Muzdelife. Muzdelife është për fjalës izdelefe, kanë arrit me pa diçka njëri tjetrin prej larg. E në Arafat është vendi ku është taku, cili vend është taku, çat vend është taku Ademi a.s. me Havën. Dhe ka mbet Arafe. Ki vendi është Arafe, vendi i njohur që ka zbrit baba i njerëzimit dhe nëna e njerëzimit janë taku në këtë vend, që tregum se thuhet në transmetime se Ademi a.s. ka zbritën në Indi, e kurse Hava ka zbrit në Gjidde afër, domethënë në Mekës, që i parafërsisht 40 kilometri ka, e pastaj janë taku domethënë në Arafat. E pastaj Mina, çka ka mbet Mina? Mina ka mbet vendi ku pushon, flen dhe qatë vend i therin kurbanat, ku Allahu azza wa jalla e urdhëroi që ta theri Ismailin a.s. shkoj taj vendi, ja zavensoj Allahu azza wa jalla një kurban, e theri një kurban dhe kjo mbet për këtë njerëzit dhe në qatë vend i therin ende kurbanat Mina. Pastaj Xhemarati është që i gjujnë gurzit, që i gjujnë ka 7 gur, thot momenti o kun duke shku ta zbaton urdhën e Allahut, që ta therr Ismailin me urdhën e Allahut, thot i dul shejtani përpara, thot çka e të bo, a do me mi djalin tan? A e të di çka e të dosh me bo? Thot atëherë Ibrahimi a.s. tha a'udhu billahi minash shaitanir rajim dhe gjujti 7 herë me gur. Pastaj i dul edhe një herë, pastaj i dul edhe një herë 3 herë, do thot kjo ka mbetën e cila. Pastaj tregum Safa dhe Merva është pjesë e haxhit dhe pjesë e umrës. Nëse nuk e bën Safa dhe Merva, në kodra Safa dhe Merva, nuk shkon 7 herë, nuk e ki tamam as haxhin as umrën. Kjo çka ka mbet pi Haxherit, gruas së Ibrahimit a.s. Kur tash është dispozitat e krejt haxhit, çka i kemi sot, janë mbon nga ki pejgamber i madh. Thumma uhayna ilayka an ittabi millata Ibrahima hanifan. Pastaj tha Muhamedi a.s. o Muhammed, ti dhe ummeti jot ndjekeni pasojni Ibrahimin a.s. në dispozitat e haxhit. Allah thot huwa sammakumul muslimin. Ibrahimi a.s. e ka qujt ummetin e Muhamedit a.s. musliman. Kanë thonë pse musliman? Se muslimant, vetëm muslimant i kanë në 5 shtylla, në shahadeti, është namazi, agjerimi, zekati edhe haxhi, deri para Ibrahimit a.s. nuk kanë bon njerëzit haxh. Prej momentin e Ibrahimit kanë filluar me bëu haxh, e musliman është i cili i praktikon çto 5 shtyllat e Islamit, e 5 shtyllë është haxhi, ka thonën huwa sammakumul muslimin, ai ju ka thënë juve musliman që i nënshtroni Allahut dhe vini pi çdo cepit botës më ardhën çka me e kry të thot me bëu haxh. Kjo histori e madhe është interesant se kjo Ka'bja që është ndërtuar në kohën e Ibrahimit a.s. e ka një histori interesante se është rënuar dhe disa herë pas Ibrahimit a.s. Është rënuar në kohën e Muhamedit a.s.
nga vërshimet. Dhe kur e kanë ndërtuar Qabën për së dyti herë pas Ibrahimit a.s. e kanë ndërtuar mushrikët e Mekës. E pejgamberi a.s. thot kam qenën me fat, Allah pa i ardh pejgamber Luku, thuhet se i ka pas 20 e diçka vjet që ka qenë pjesë për ta ndërtuar Qabën, dhe thot ku mbajt gur të ronda me shku me ndërtu Qabën. E kur thot puna e gurit zi me vendos, thot çdo njoni munojke jo ne dhe të dëshin kacafitet. Urtësia e pejgamberit a.s. para se marr pejgamber Luku, ka thonë unë e kam një ide se çish mos me u pas kacafitje me sfisëve. Ka thonë merreni një mbuloj, edhe gurin e zi futeni te mbuloja, edhe pi çdo fisit në ta kape ka një pjesë asoj çarshafit që kanë me kap. Edhe keni më afruar deri te Qabja. E pastaj kur e kanë afruar ato te Qabja, pejgamberi sa me dorën e vet e ka vëndu gurin e zi në çat vend. Edhe ka mbet. E është interesant se kur u rënu pak Qabja, normal është rënu në disa pjesë, nuk është rënu komplet, mirë po çdo moment jam frigu se mos po shkepët diçka nga muri dhe rëzohet. E kur ka ndashtën ato për me rindërtu, ka dash pa tjetër me prish deri në themel që me forcu themelin e saj, për shkak se uji ka fillu me dëmtue. Mirë po, janë frigue, edhe pse unë konë mushrik të Mekës, edhe pse i kanë pas 100 milion gabime, janë tutën me erzu Qabën. Pse? Sa Allah zë të regonë se në surën Fil, kur ka ardhën ai mbreti madh që ka ardhnu Bukht Nesar, e ka urdhrue që të shkon të aprish Qabën, ato prenor të elefantave, që komandanti ative ka qenë Abraha, e ka pas emrin, thot kur kanë ardhën ato me rënu Qabën, Allah zë ka që disa shpens, që gjdo shpent i ka pas ka 3 guraleca, thot një gure ka pas sqepin e saj, dhe një gure ka pas nonën e djath, nonën e majt, thot kur e godit ke me atë gurin që e kish ke sqepin e saj, e shkrin ke komplet. Nëse godit ke thot me atë kthjetrën e djath ose në majt, fillon të t'i bjen trupi copa deri sa u shkatron të do më thonë ketë. E janë tut, ka thonë, mos përrazë neve dhe një dua që na shkatron, Allahu. Apo e prish në Qabja, ka thonë, nisja ti, a i nisja ti. Nisja ti, i kanë thonë, njoni ka me anis unë i pari. I ka ik disa gur, edhe janë prish se shka po bohën. Apo vdek, apo ngrinjet, apo bohët gur, apo vdes, e kanë posë si kanë ndodhë kur gjo. Kanë thonë, ani ta pres në deri nesën sabanit, flejë njerë, ta shofna. Ka flet, ka ron me flet. Kur ka ardhur nesën sabah kanë pa çisak salem, mos i kanë ndodhur kur gjo, edhe kanë filluar ta prishin Qabën, kadal gur tu frikë thot, o Allah vallaj për të mirën e Qabës se kina. O Zot pranoj vallaj se kina ndërmend me shkatrua, pa e kina ndërmend me rindërtue. Edhe subhanallah, kur e rindërtojnë Qabën, tash e keni pa në haç që është, shemon sikur kjo tavolina më kon ç'kjo është, shemon Qabja. Edhe që këtu është Hijrul Ismail, është në formë të harkut, në formë të hanës të hollë, 3, është një vend aty. Kur ka qenë ndërtuar në kohën e Ibrahimit a.s., ka qenë ajo themeli deri te çaja Hijrul Ismail. Thuhet se Ismail a.s. më kon gjerin çat pjesë që e ka ndërtuar dhe u ka fal shpesh te çajo pjesë ka qenë si vend special për atë i cili kur ka shkuar fal në Qabën çat pjesë aty. E thot kur e kanë rindërtuar pastaj mushrikët, e kanë rindërtu deri këtu dhe çket pjesë, këtu që o konë, që kjo pjesa e kanë lënë pa ndërtue. Pse e kanë lënë çket pjesë? Për pak, për pak është aty. Shumë pak është një vizë. Kanë thonën se kanë mbledh prej mushrikëve, edhe pse kanë qenë mushrik, kanë mbledh pare halal. Ka thonë, nuk e ndreshna me pare alkoholi, nuk e ndreshna me pare kamate, nuk e ndreshna me pare zinoje, kina me ndresh vesh me pare që kanë halal. E thot pare halal kanë pasën vetëm deri në qatë vend me ndreq. E ka thonë, qa kina me bo? Ka thonë, tu kina me lonë një farshenje, që me ditën se themelin e ka këtu. Mirë po ne kina pare qkaq. E kjo qka në nënkupton, tu ka urtësijat mdoja pse ka mbetën në qkëtë formë. Se shembël, mushrik të Mekë, Ibrahim a.s. e ka pasën Qabën, dhe më thonë në shtëpinë Allah, për toke. E mushrik të Mekës e kanë ngritën një kokë mbi njerin. Do më thonë, e ki po, kur shkon ti në Qabë, a i që shkon ti shef njerëzit, dera e Qabës ju vën mbi kokat e njerëzve, do të mu kap kështu, mu zgjatën për me kap Qabë. Do më thonë, për me kap derën. S'ka shansa me hipë, vetëm do të me një mu duku shkallë për me hipë nalë. Pse e kanë bo, thot mushrik të Mekës kështu?
thot që ai që s'ju ka pëlqy pi njerëzive që mos me him u fal, që s'ka ndashën ato, e kanë krejt e kanë zdrupi nalt e kanë përplasur në tokë. A nuk e kanë lënë me hip. Ose nëse dukush ka bënë i sherrë dhe ka dashur ai që ka hin qabe, ka qenë i sigurt. Si kanë bërë kur ai që ka hin qabe. E thot për mos me lënë me hin qabe të kusht hiket dhe mshelet qabe dhe mos se një bëjnë kur gjuan ti njerit, është domethënë i sigurum aty, e kanë bënë nalt që nëse hik dukush e krejt në përkomë rrezona poshtë. Edhe pse e kanë mshelat derën aton atje, e kanë mshelat derën se do të hinka kjo dera, del ka derë tjetër. Edhe kanë bërë vetëm një derë, ai që i hip, domethënë s'ka mundësi më me dal jashtë. Edhe thotë e kanë bërë në atë vend. Para mendoje sot shembull, musliman në për vendet e Evropës, po edhe në për vendet tjera, tash pa emra, pa marrë parasysh, shpesh herë ndina disa muhabete thotë s'kena pas mundësi me ndërtu një xhami, thotë me parët tona, i na detyru pi xhamatit ketë me him bank, me marr kredit edhe me kredit brenda 10 vjetë, 15-20 vjetë me lahat bosh. A mushrikët e Mekës, edhe pse kanë qenë mushrik, kanë thonë kjo është shtëpia e Allahut, këtu bëhet ibadet, ne nuk e ndërtojnë me gjunahe, me harame. Se nëse ka për mu pranu një lutje çka është, i ka thonë pejgamberit alayhis salam Sa'd ibn Abi Waqqas, o i dërguari i Allahut, luta Allahun të më pranohet mu lutja. Ka thonë at'ib ta'amaka yustajabu lak. Haje ushqimin halal, Allahu ka më të pranon ti lutjen. E dietar kanë thonë nëse dukush sa dush ti banu evlia, nëse ti e fiton parën me haram, nëse ti e ha parën me haram, nëse ti thmit e tu i ushqin me haram, është pikpyetje e madhe sa të pranohet ti lutje dhe sa të pranohet ti duat. Pse? Si ka thonë ti haja halal, nëse ti e ha ushqimin halal, Allah ka me ta pranu. E për ata shumë herë sot, shembull e bëjnë shpesh herë dua, ndoshta nuk na pranohet njëna pjative normal që është gjunahat e para, po ndoshta edhe haram që hajna bëhet sebeb mos më na pranu Allah azza wa jalla lutjet. E kanë thonë mushrikët e Mekës, ne ka thonë nuk kina para halal çikaç, edhe kina lënë çikaç. E thot prej hikmetit, shtash, shembull ti nëse do me bë tavaf në Qabe, e ki patjetër ta bësh tavafin dhe me shkon me kalu ket Hijrul Ismail. Nëse hin për midisi, kështu për mesi, domethënë tavafin nuk e kiti tamam. Tavafin domethënë e ki në gjys, s'ki tavaf. Mirë po nëse dukujna i ka mbet djeg, se ti si u fale jashtë Qabës, rreth Qabës, ka të falësh 100.000 i kije, 100.000 namaze, krasim të xhamia jon këtu, një me 100.000 në Qabë. Një me 100.000 në Qabë. Ku të falësh rreth Qabës i ki 100.000. Po nëse dukujna i ka mbet me rak, thot kisha pas qeve me him mrena në Qabë, mrena mu falën. Atin? Nuk ka diçka se vapi më i madh. Po mu fal mrena në Qabë, ai që i falet te Hijri Ismail, te çki pjesa që është zbrastina, që tash është në fort harkut, është si mu fal mrena në Qabë, se është pjesa e Qabës mbrenda e kjo është domethënë muri i Qabës këtu. Domethënë au falet çati, është sikur mu fal mrenda domethënë në Qabë. Pastaj është interesant Qabja, ku është në qatë sipërfaqe tokës, është e ndërtume një shtëpi në formë Qabës në qiellin e parë tokës, 500 vjetë. Allah azza wa jall po thot në Kur'an, inna anzalnahu fi lejletil qadr, ne kemi zbrit Kur'anin në natën e Kadrit. E çish që ka zbrit Allah në natën e Kadrit komplet Kur'anin, kurse ne dina pejgamberit alayhis salam i ka zbritur 23 vjet Kur'anin. Nuk i ka zbrit për një ditë. Allah po thot për një ditë, për një herë i ka zbrit komplet Kur'anin natën e Kadrit. Ka thonë Abdullah ibn Abbas, Allah e ka zbritën te Beitul Izza. Është një shtëpi nalt në qiellin e parë, ka imin Beitul Izza, që aty është zbrit Kur'ani komplet. Te çaj qielli. Pastaj i është zbrit nëpërmes Xhibrilit pjesë sipas kohës, momentit, sipas nevojës brenda 23 vjetëve, 13 vjet Mekë, 10 vjet Medinë. Përveç këtë Beitul Izza është një Qabe tjetër e cila është Qabja e melekëve. I thojmë Beitul Ma'mur, ajo është në qiellin e 7. Pejgamberi alayhis salam tregon thot kur kam qenë thot unë në Mirazh dhe kam hip 7 kat qiell dhe e kum pa në qiellin e 7 ishte një si forma e Qabës e cila është në tokë e pash Ibrahimin alayhis salam ishte i mbështetur për Beitul Ma'mur dhe bënin tavaf në atë shtëpi me lekt. Dhe thot çdo tavaf ishin 70.000 melek. Bënin 70.000 melek tavaf dhe dilnin prej atij. Vishin 70.000 tjerë,
ketë tavafsh deri në ditën e Kiametit nga 70.000 dhe ai grup që ka hi nuk përsëritet për s'diti. Para në sa numri me melekëve. 70.000 melek bëjnë tavaf dalin, vi 70.000 bëjnë dalin, vi 70.000 tjerë bëjnë dalin. Do të thonë është Bejtul Ma'mur. Në 700 qiell. E thot Abdullah ibn Abasi, mu konë që shkepët dhe bjejo. Kishte ra mbi Qabe. Atë që është e precis, si është Qabe në tokë, është edhe Bejtul Ma'mur i 700 qiell. Bejtul Ma'mur. Do të thonë është Bejtul Ma'mur 700 qiell, është Bejtul Izzet që ka zbrit Kur'ani në qiellin e parë tokës, dhe është Qabe sipërfaqen e tokës që muslimanët bëjnë tavaf, bëjnë haxh, bëjnë umre në Qabe dhe këtë muslimanët e botës e kanë obligim, e kanë kusht për me u pranu namazit, më kthi ka Qabe, ka kibla për me falë domethënë namazin, e cila është domethënë kjo Qabe të cilët e treguam. Ibrahim alayhis salam ka thonë, o Allah, pranoje këtë prej neve. E thot, Qabja është ndërtu njëherë në kone Ibrahimit alayhis salam, pastaj në kone Kurejshve që tregum, pas asaj thot është rënue dhe njëherë Qabja. Kur është rënue? E tregon se 4 sahabe, tu 4 sahabët e kanë pasë emrin Abdullah. Njone ka pasë emrin Abdullah ibn Abbas, njone ka pasë emrin Abdullah ibn Omer, njone ka pasë emrin Abdullah ibn Jafer, njone ka pasë emrin Abdullah ibn Zubair. Qëto 4 sahabe kanë shku të Qabja, janë konë 3. Dhe çdo njoni pjative ka thonë kina me bo multezem. Multezem, Qab, dire e Qabës dhe me kamu Ibrahim, vendi ku pranohen duaja. Edhe ka thonë kina me bo ka një dua sinqer për hir të Allahut, edhe do të shohim prej neve se kujna do t'i pranohet që kjo duaja që kina me bo në këtë vend të 4 sahabët. Abdullah ibn Abbasi radiallahu anhu i ngrit dur, thot, o Allah, ma mundësot që ta di Kur'anin, komentin e Kur'anit dhe t'i bëj dobiket umetit me tefsirin e Kur'anit. Edhe Abdullah ibn Abbasi është njeriu komentatori më i madh umetin islam, e kanë qujtë habrul umme, e kanë qujtën penda e umetit diturijës. Allah, pejgamberi ka bo dua që Allah t'ja shtoje, Allahumma allimhu ta'wila, o Zot, mësoja Kur'anin ti dhe mësoja komentin, është bo sahabi më i ditur në çështjet e tefsirit, edhe Mujahidi, edhe Ikrime, edhe Ataja. Këtë këto janë talebët e Abdullah ibn Abbasit, komentator të parë që ka i marrin sahabët tabiin që i plati, pastaj dietar të mëdhtë Kur'anit i marrin piktire, domethënë transmetimet. I pari numër 1 është Abdullah ibn Abbasi. I dyti Abdullah ibn Omeri, djali Omerit radhiyallahu anhu, edhe kjo ka pasur Abdullah, i ka ngrit durt edhe ka bëu dua, ka thonë, o Allah, bënë mu prej atyre që unë do ta pasoj më shumë ti pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Transmetimet për sunetin, praktikimin e sunetit, shumë transmetime kanë ardhur nga Abdullah ibn Omeri deri sa thuhet, ka shku një udhtim, e ka pa një vend një pemë, edhe ajo pemë u konë këput, domethënë e cungit, vetëm trungu i ka mbet. Thot ka shku në atë vend me kalin e tij dhe ka ul kokën dhe ka kalu në tona. Edhe i kanë thonë sahabët, pse e bune këtë gjest? Thot kom dëgju se pejgamberi kur ka kalu knena ka qenë një drum. Edhe më ka thonë njëri prej sahabëve se çto pejgamberi erti çki druni, pushoi dhe uli kokën. Domethënë e ka ul kokën për shkak drujve që kanë, për shkak degave që ka pas. Thot po çtash nuk ka dega, thot unë di që s'ka dega, po du me bëj çka ka bëu pejgamberi. Masi pejgamberi kur ka të çki druni e ka unë shkrin, edhe unë kam me unë këtë krijen kështu. Domethënë du me bëj çdo se çka ka bëu pejgamberi sa. Edhe njihet Abdullah ibn Omeri, njëri që e ka pasu sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në çdo gjë. O koni i njohur. Ja ka pranuar Allahu azza wa jalla dhe këtë dua. I treti o konën Abdullah ibn Jafer, djali i Jaferit, Jafer ibn Abi Talib, vllajt Alijes radhiyallahu anhu. Thot, o Allah, ka thonë, banë mu pasunik. Jepën mu pasuni që unë t'ju nimoj krejt njerëzive këtu që kanë nevojë. Edhe Allah i ka thonë, thot, shumë pasuni që këti personit. Deri sa thot, Mekja, ketë për këti kanë hangër, kanë pi, natën, ersirat e natës, kanë bush me ushqim dhe i ka bajtën supat e veta, ka shkuna për dyrt, i ka lona për dyrt, nuk e kanë ditë kërkush se kush i lek të ushqimet, thot, kur e kanë marrë vesh që ai ka dhonën, thot, kur ka vdek, kur e kanë lot gjenazën, i kanë pa, domethënë ata vizat që i ka bajtën ushqimet, edhe në momentin që i ka vdek, më janë ndërprejmë ato të dera, s'ka pas më ushqime. Deri sa e ka marrë epitetin, prej Abdullah ibn Jafer,
e ka marrën Abdullah ibn Gjawad. Gjawad bujari, djali i bujari. Domethënë një njeri që ka dhënë shumë, ka dhënë kështu haptazi, po edhe mshehu razi se kanë ditë vetëm mas vdekjes tij ka qenë domethënë i treti. Dhe i katërti Abdullah ibn Zuberi ka bënë një lutje. O Allah, ka thonë, ma mundësone të bona emir, bona udhëheqës i Medinës edhe i Mekës. Unë të bona ai që mas një kohë unë të bona udhëheqës i këtive dive që u bëj hismet Mekës edhe Medinës. Dhe ma thonë, di haremeve. Mas dekës pejgamberit alayhis salam. Mas dekës e Bubekrit, Omerit, Othmanit, dhe ma thonë, 4 khalifeve, i vjen koha që këti Abdullah ibn Zubejt mu bo emiri i Mekës edhe emiri i Medinës. Kush o konë ki? Ki o konën djali i Esmës. Esma kush o konën? O konë bia e Ebu Bekrit. Esma edhe Aisha motra. Aisha radiallahu anha e ka pas ki teze. Mas dekës pejgamberit alayhis salam shpesh ka hi dhe ka dalën te Aisha radiallahu anha. Dhe i ka tregu hadithe. Ndër hadithet e ka kallëzu një hadith, ka thonë pejgamberi alayhis salam kur e shliroi Qabën në vitin e 10 sipas Hijretit, thot e përmendi një hadith dhe tha sikur mos i shinkon ki populli jo trim fese, veç kur e shliroi pejgamberi alayhis salam Qabën, 2000 mushrikë pranuan Islamin në çat moment. Thot mos i shinkon tri këto në fek, kisha me zdruj Qabën, kisha me prish këtë Qabën, edhe kisha me kthi në gur themelin e Ibrahimit alayhis salam. Që ka pas Ibrahimi për toke, me 2 dyrë, në qatë formë, deri te vendi domethënë te Hijr Ismail, më kon komplet. Kur e ndëgjon kipi Aishës radiallahu anha i mbet në truç kjo. Thot inshallah unë kam qenë ai që kam e bën çket. Masi pejgamberi pas ka dash me e bën. Po s'ka dash ta bëj mos bobot fit, se erdh pejgamberi na prishi ato 360 idhi puta na zdroi, e boni këtë, në fund edhe Qabën na prishi. Jo ka thonë se janë 3 pak në pjekën pak në Islam, e në normal, mbrenda shillimi Qabës ka okon me 10-in, pejgamberi alayhis salam me 13-in ndron jetë, domethënë mas 3 vete vetëm se ndron jetë, bile haxhi ka qenë haxhi i fundit, haxhi Lamtumirës, mas haxhit domethënë nuk ka shku thuhet 4-5 muaj edhe ka ndruar jetë pejgamberi alayhis salam. Kur bëhet emir ki, don Allahu ne me ndodh diçka, njënin i pastrues që e pastron edhe e lan. Arabët e kanë traditë sot në Qabë, nëse shkon, i kanë do dru që ato dru kur i djegin edhe shlojnë aromë të bukur, aromë të mirë. Duke e kall ata, e kall perdën apo mbulesën e Qabës. Fillon mu kall Qabja, edhe kallën shumë një pjesë e madhe. Edhe Abdullah ibn Zubejri thot elhamdulillah mu pranu, thot që jo andra jeme, tash e kam shansën me e prishën, se që shkim me e prish. U ka gjek, a i thot të më janë ndru mbulesën, jo zbanë sen, jo e thot ka me prish pim temel. Normal, e mirë, udhëhec, se nja kanë prish. E ka prish këtë Qabën. Edhe e ka ndërtue, sikur që ka qenë në formën që e ka ndërtue Ibrahimi alayhis salam. Që ka spjegu pejgamberi alayhis salam në hadith. Mirë po, ki ka qenë vetëm mbret i Mekës edhe i Medinës, apo emir, apo sultan i Mekës dhe Medinës. Sultani i ketë dhe emiri komplet kanë qenë në Sham. Ka qenë Abdul Melik ibn Marwan. Që ka Abdul Melik ibn Marwan ka bo punë të mira, ma i ka pasur do njerëzit nga të vendit dhe njerëzit këqit që ka bo dhe shumë sherr. E ka pas një njeri shumë nga një komandant që ka konën shumë tiran dhe gjakpirs, që ka bo zullon të madhe, ka vra dhe ka mbit shumë musliman, është Hajjaj ibn Yusuf e Thaqafi. Çki Hajjaji ka qenë fillim si mësuesi i Kur'anit, pastaj ka ndodhur një farë mesele që mos hin shumë detale, ka mbrit e mbreti, u ka bo si ushtar, mëse u ka bo komandant, mëse u ka bo domethënë ministër apo njeri shumë i afërt i mbretit, çka e ka bo ki mbreti se ka prish këtina. Ki kur ka marrë vesh se e ka pas inati, pak çket Abdullah ibn Zubairin, ka marrë vesh se Qabën e ka prishën edhe ka ndërtu për zditi. Edhe ki normal se mbreti ka dhënë shumë ingerenca këtina, edhe ki e ka pas një nati njëmë se nuk e ka dhënë ala zotimin, bejen, domethënë Abdul Melik ibn Marwanit. Ka thonë ti moj Shamin krejt, ama në Mekë edhe në Medinë ti s'ki shka më përzit, unë jam këtu përgjes për këtë punë. E kje i ka pengu pa, kur ka ardhën kër e ashtu ka thonë, kusht ka urdhruti, kusht ka thonë ti me ardhë me prish Qabën, pa thonën emiri i kitë muslimanve, që është Abdul Melik ibn Marwani. Edhe ka thonë, plus ti e kini problem se s'ki ardha late, palati atina me shkue,
mi abu për hajr halifës, edhe mi i thonën unë jam nën shërbimin tënd. Ti çket se ki bo, alos kjo vetën atje. Ka gjetë edhe ki vesile. Edhe ka fillu konflikti, normal njerëzit nuk e kanë lënën që ai të verë edhe pse ka qenë atje ti këto është kje mirë, ka fillu lufta ndërmes veti. Kur ka fillu lufta ndërmes veti, ka fillu mu vra, mu mit musliman shumë ndërmes veti, derisa ky Abdullah ibn Zuberi hin qabe, ki e gjun edhe e vret e mbit në qabe mrejna. Edhe e prish qabën. Edhe e kthen prapë si ka konën, si është sot. Më thonë se ka ndresh mushrikt. Edhe kur kthehet pastaj, kthehet ku? Kthehet Abdul Malik ibn Marwanit dhe i tregon Abdul Malik ibn Marwanit se filoni e ka prish qabën, do të normal qysh me prish qabën. Edhe thot une e kum vra, e kum bit, se bejen s'ta ka dhon ti zotimin, edhe ka prish qabën, une e vendosa me vra dhe e vrajta. Maj si vendos me e vra, e ka vra, do më thonë, e ka mbit, e thot, e prisha qabën edhe ndreqa prapë si ato. Abdul Malik ibn Marwani thot, po pse ka bo këtë gjo, pa i po pretendoj se pejgamberi kishe pas ka thonë që kështu. Kishe ka thonë që kështu. Normal, ka pas njëri të qema, ka pas edhe djetar. Edhe kur ja përmend që Abdul Malik ibn Marwani në mexhlisin e vet, njëri prej ative thuhet se ka qenë Imam Maliku. I ka thonë, o imam, ki hadithi ekziston edhe është sahih, këtë e kanë dëgjuar shumë njerëz pi Aishës radhiyallahu anha. Domethënë nuk ka vetëm kini person, e kanë dëgjuar disa njerëz. Ki atër bindet edhe i bie sikur se pishmon ti mshon me shkopin e vet, edhe mendohet pse e bona thotë këtë vepër. Sikur ti isha bind në këtë hadithin që për me i vërtetën nuk ka shpik faj, do ta kisha lënë se kisha prish më qabën. A kupton, do ta kisha lënë. Ai thot po atër po prishën e atër ktheheni më si kanë konë çashtu. Thot ja. Mos e ban thot se të bëhet mos bëhet qabja lojë e mbretërve dhe për shkak politikave të veta kush vere unë po e kthej në themelet e Ibrahimit, ai thot jo unë po e kthej në themelet e vjetra që e kena mrinë. E ka thonë të mbese qabja çështu si është edhe nuk ka nevojë me ndryshu domethënë qabën. Edhe pas asajna edhe pse u rënu disa herë qabja deri në këtë kohë që kena edhe mbretër që kanë ardhur, mirë po nuk e kanë ndryshuar më themelin, ka mbetën sikur që është ndërtuar domethënë në kohën e mushrikëve, jo në kohën e Ibrahimit alayhis salam. Domethënë dera në lart, edhe guri i zi, edhe këtë domethënë ç'kjo që është sot që shohmi domethënë ka mbetë në këtë vetëm s'është zgjeru, ka ble shtëpia ose zgjeru. Edhe nisa një porosi e jep në fund prej dobive, jep një porosi Omeri radhiyallahu anhu, kur e sheh që njerëzit guri i xhenetit edhe e kipon njerëzit coptohen, qabe, shtihen, kush da puthe, kush da preke, e disa marrin tesha e për gurin e zi, bile disa dojnë me 7 zone, shkojnë gurin e zi, e fërkojnë barkun për me 7 zone, shumë mesele. Omeri radhiyallahu anhu e ka dhënë një mesazh shumë të mirë. O kun duke bë tavaf, edhe u ka nalë të guri zi edhe ka pudh gurin e zi. Edhe i ka thonën, ja Hajar, o ti gur, ti je vetëm një gur prej gurve. Ti nuk ban as dobi, nuk ban as dam. U ka frigo me i rëdhano se po kthehet njerëzit, po nisin me boj ibadet. Me ronsesh dhe të gurit, mi lut gurit. Sikur i lut e skulpturës, si lut e gurit, edhe pse është guri i xhenit, ai është prapë gur. Është edhe një bafqe prej bafqeve të xhenetit, te xhamia e pejgamberit. Ne nuk i binë në sejdë tokës, i binë në sejdë Allahut. Ai është krijesë për krijesave të Allahut. Këto janë krijesat e Allahut. Ai që meriton madhruar është Allahu. Ai ka thonë, o guri, ti je gur i xhenetit, mirë po ti je një gur, nuk je kur gjë më tepër se guri. Ti nuk ban as dam as dobi. Nëse nuk të kishte puth pejgamberi sa kur të kisha puth. Po unë të puthim se sunet se unë nëse të puthet prej ke bëj tavafin kam shpërblim të Allahut për këtë bëj. E kanë dëgjuar këtë tjerë. Me i kallëzu se kjo është një simbol për simboleve të haxhit, është një simbol me kamu Ibrahimi, është simbol, do të thotë guri i zi, është simbol, do të thonë qabja, por ne nuk adhurojna qabën, na adhurojna Zotin e qabës. A kupton? E me këtë, do të thonë, përfundojna me qabën, na kanë mbetë edhe di ligjërata, inshallah edhe nesër dhe pas nesër, edhe përfundojmë Ibrahimi alayhis salam, edhe përfundojmë inshallah këtë Ramazan. Allah i shpërbleft. Deri në takimin tjetër. Selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh.